Popull duhanxhi, 158 milion euro i kemi qunë cigare. Cigaret janë top 4 produktet që importon Kosova nga vende tjera. Gjatë vitit 2025 në tregun e Kosovës kanë hyrë hiç më pak se 158 milion euro cigare. Sipas institutit GAP, në Kosovë më shumë eksportohet cigare se sa medikamente, pije jo alkoolike, çimento, ëmbëlsira dhe gjedhe. Në këtë vit në Kosovë, më shumë se sa cigare eksportohet vetura, derivate dhe energji elektrike. Gjatë vitit 2025, Kosova ka importuar 7 miliard euro produkte të ndryshme, ku top partnerët kryesor të importit kanë qenë Gjermania, Turqia, Kina dhe Italia. Në bazë të trendit të rritjes së madhe të prezencës së Kinës në tregun e Kosovës, mund të ndodhë që ajo të jetë partneri tregtar kryesor i joni. Se gjendja e ekonomisë së vendit është e ngratë, flet raporti në mes importit dhe eksportit, ku deficiti tregtar është hiç më pak se 6 milion euro. Më konkretisht, nëse e thjeshtëzojmë, i bie që Kosova blen mallra nga vende tjera 100 euro dhe ju shet atyre vetëm 14 euro.